Ndërkohë, miq të dashur, sigurisht që është delikat momenti sa i takon pikërisht anëtarësimit tonë në Bashkimin Evropian dhe këto vizita të shpeshta duket se pavarësisht se dikur ishte me një sukses goxha të madh, kryeministri tani më kthehen gjithashtu në probleme për tu menaxhuar. Arjan Dojën kam në studio. Mirëmëngjes, do të ndodhe, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Faleminderit ty që e pranuat. Si e pat këtë moment, sepse duhet thënë nga ana tjetër ka pasur një përpjekje shumë të fortë qeverisë për të festuar vetëm për një pjesë të lajmit. Kaloi Bari, po nuk e lexuan gjithë dosjen me të cilën shoqëroi raporti i ndërmjetëm i Barit. Erdhi Kosta, u shit edhe kjo si sukses, por asnjë s'po e përmend faktin që i kujtoi pak ballukun zoti Kosta kryeministrit. Tani ndodhen pak në vështirësi për dy arsye. E para sepse të flasësh për raportin i Bar, që është raporti i vlerësimit i ndërmjetëm për procesin anëtarësimit të Bashkimit Evropian, është proces teknik që kërkon edhe njohuri të posaçme. E dyta edhe në aspektin politik, sepse ngaherë duket sikur opozita është kundra integrimit të Bashkimit Evropian, edhe vetëm përpiqet gjej ku janë vërejtët, ku janë vërejtët. Atëherë që dalim jashtë kësaj të flasim edhe si persona profesionist fushën e ligjit, edhe si persona politikan që pastaj është pjesa e dytë. Kush ketë dëshirë mund ta marrë mendimin tonë, kush s'ka dëshirë mund mos ta marrë mendimin tonë. Po shpjegojnë të parën, sepse është kushti për të kuptuar edhe të dytën. Çfarë ndodh? Tek raporti i Bar, që është raporti i vlerësimit të ndërmjetëm, janë nxjerrë disa gjetje. Dhe ajo që ju e quani që është sukses, që konsiderohet nga qeveria, është fakti që ne i kanë hap grup kapitujt. Po që të mbyllen grup kapitujt kërkohet shumë punë. Pra hapja grup kapitujve sigurisht është proces i cili përveç vullnetit tonë të brendshëm, si shtet, edhe gjithë forcave opozitare dhe të pozitës, pra aspektet politik Shqipëri që duhen të ndërsohen në Bashkimin Evropian, ka dhe i problem tjetër që duhen të kryen edhe disa kushtet, përmbushën disa kushte që Bashkimi Evropian të na pranojë ngjirin e tij. Tani këtu ndahemi te procesi teknik dhe deklaratat politike, qoftë të pozitës, qoftë të opozitës, pjesë e cilës jam dhe unë. E nisim me procesin teknik. Grup kapitulli para cluster 1, që i thonë ata, ka të bëjë pikërisht me sundimin e ligjit, me luftën kundër korrupsionit dhe kontrollin financiar. Rendin e sigurinë publike dhe kontrollin financiar. Pra po ti shohësh, to janë darmës, përmend emra, është shifra, referenca 23, 24 për shembull për rendin e sigurinë dhe zbatimin e ligjit të tjerë me radhë. Pra te ky grup kapitull janë kapitull e veçantë. Tani çfarë ndodh? I kemi hap kapitujt ne, dhe në kuadrin e kësaj që po bëjmë ne, gjëja e parë duhet parafrojmë legjislacionin. Që kemi kaq vite që parafrojmë legjislacionin. Koncepti i shtetit ligjor. Shteti duhet ketë ligje që normojnë jetën e përditshme, veprimtarinë tonë të përditshme, timën tonë, personat që kanë cilësi të posaçme, aktivitetet posaçme në fusha të caktuara të jetës përditshme, ekonomike, politike, sociale etj. Me radhë. Po e bëjmë këtë procesin edhe themi që kemi rreth 28 ligje, që ju e dini që po janë drejt procesit të parafrimit me Bashkimin Evropian. Pse them janë drejt? Ne i kemi kaluar si proces ligjvënës në parlament, kemi marrë edhe mendimin e organizmat Këshillit të Evropës e tjerë me radhë, dhe vërtet është që disa prej tyre çalojnë në dispozita caktuara që ne kemi bë objeksionet tona. Gjithsesi po e konsiderojmë që kjo është arritje. Pra, pjesën e parë që ne po shkojmë të parafrojmë legjislacionin, jam dakord që ne po ecim, po marrim ligje të cilat ndoshta nuk i përshtaten kohezionit social, ekonomik, mentalitetit të shoqërisë shqiptare. Por po i përkthejmë ato. Ligji po i paraprin zhvillimit social, ndërkohë që në çdo vend tjetër zhvilluar të botës, drejt cilës ne aspirojmë që të jemi partner dhe aleat, po edhe të jemi pjesë e tyre, në të ardhmen, shpresoj jo shumë të largët, është zhvillimi social që sjell nevojën domosdoshmërinë e krijimit një dispozite ligjore që rregullon normat detyrueshme sjellje për gjithë komunitetin. Ktu që ne po i paraprim zhvillimet social. A e kemi nivelin arsimor të duhur? Mos marrim raportet e PISA-s e tjera, testin e PISA-s e tjera me radhë që na rendit ndër vendet e parafundit në botë. A e kemi nivelin e rendit e sigurisë, a e kemi nivelin shëndetësor, pra kushtet më minimale, 3 kushtet minimale pse ikin njerëzit jashtë. A i kemi këto gjërat për të arritur kjo? Pra, fazën e parë të ky procesi i integrimit, parafrimin me aktet e Bashkimit Evropian, ne po e vazhdojmë. Jam dakord te kjo pjesa, kështu që po bëhet punë drejt kësaj. Po merren ligje, po përkthehen, pavarësisht efektit. Por duket se kanë filluar dhe ndërkombëtarët ta thonë këtë fjalinë që nuk mjafton përkthimi i ligjeve. Ja ta them, pra, kjo është pjesa, thjesht sa për të hyrë në lojë.
Tani çka kërkohet, ajo që tha dhe zoti Kosta. Po. Pjesa teknike, vazhdoj te pjesa teknike. Ai thot, ne kërkojmë nga ju reforma që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, kontrollin e zbatimin e ligjit. Pra nuk mjafton që vetëm ta krijosh ligjin, ta marrësh ligjin, ta parafrosh me Bashkimin Evropian, po edhe ta zbatosh atë. Dhe ata synojnë 3 pika. E para thot, reformat, të vazhdoj reforma në institucione. Administrata të mos jetë politike. E dyta, luftë ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Edhe ai tha do jetë fazë impenjative. Dhe pastaj ai del tek ndoshta edhe të raste konkrete, siç përmendi ju, rasti ky, rasti ai. Pra, nuk kërkohet vetëm që ti të bësh ligjin, po të kesh edhe vullnet për ta zbatuar ligjin. Dhe vullneti për ta zbatuar ligjin nuk i takon vetëm mazhorancës që është sot. Për mua, unë kam thonë dhe përsëris në mënyrë të vazhdueshme, të mërzitet kush doj, është mazhorancë e ardhur nga votime jo të ndershme dhe jo të lira. Megjithatë, zoti Kosta më lejoni të bëj një moment shkëputje ose distancimi. Është një tur gati 1 javor në rajonin ton. Është në Prishtinë, do jetë në Beograd, Malzi. A e shihni këtë si një tur rutinor apo si një tërheqje veshi për vendet plankprishse tipike të Ballkanit Perëndimor që her pas here tregojnë që nuk e kanë aq me qef luftën ndaj krimit, korrupsionit? Ja ta vazhdoj mendimin në raport do t'ja përgjigje kësaj pyetje, në raport me çfarë po thoja. Pra kriteret teknike janë to. Zoti Kosta ka thënë dhe diçka në fund që ose shihni. Në kushtet në të cilat ndodhet zhvillimi gjeopolitik i botës, po edhe ekonomik i Europës, Europa e ka domosdoshmëri hapjen, e ka strategji hapjen. Pra i ka arë si domosdoshmëri e para për konsolidu stabilitetin rajonal, për shkak të luftrave të ndryshme dhe ju e dini ndikimit rus, koalicionit euro-aziatik, ku Serbia bën pjesë poshtë dhe pjesë e Ballkanit hapur, në thojse që e nisën me kryeministrin tonë e tjera me radhë. Dhe pastaj dalim tek pjesa tjetër që ata kanë dhe interesat e veta ekonomike. Po jo marrin shembull shumë thjesht. Çfarë vuajtjesh, më thojse, po vuajtje janë për mua, të shkosh tani një vend Bashkimit Evropian me sistemin e vizave. Pra në çdo vend, çdo aeroport ose në çdo pikë kalimi kufitar dhe toksore, për shembull Kroacinë më thoshte një njohrim para disa ditësh, kanë ndej 4 orë duke bërë procedurën e verifikimit, skanimit e gjurmët kishte etj me radhë. Çfarë bën kjo turizmit për Europën? Shkatrim. Qa ndikon? Ndikon mirë, po themi ja i gjë pozitive që se kemi bëne, po ndikon mirë. Ata bërtarë këtej s'kan pengesa tilla. Pra, mos vallë gjithë kjo ndodh për këtë gjë. Pra, Europës, në aspektin ekonomik, po dhe në aspektin gjeopolitik, i duhet siguri, mos i krijon konflikte, për shkak të edhe konfliktive që kishte për buxhetin, pjesëmarrjen në buxhet me NATO. E dyta, duhet dhe zhvillim ekonomik, sepse po ikën njerëzit, duhet të ketë dhe treg, numër, konsum.